Cila është ajo lutje që themi kur një person është i smur dhe vendosim dorën në vendin ku ka dhimbje dhe thon këtë lutje 7 herë. Është një lutje që na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Thot kush ka dhimbje e vendos dorën e tij djathtë në vendin ku është dhimbja me bismillah, bismillah 3 herë. Pra thu bismillah, bismillah, bismillah. Pastaj bën duan me poshtme. Cila është duaja? A'udhu bi kalimatillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. 7 herë. 7 herë. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e bën këtë dua në këtë formë, Allahu do t'i largojë sëmundjen që ka në atë vend. Çfarë duhet? Duhet vetëm besimi i madh në atë moment kur e bën duan. Ti je i sigurt që kjo ka për të ndodhur. A mund ta bësh duan, inshallah po ndodh, inshallah, hajt. Bismillah, 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 a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse ti nuk ke besim në këtë lutje, ti je i sigurt që kjo lutje është ka për ta bërë punën e vet. Ose siç tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, ku shkon tek një smur që nuk e ka këtë smundjen e vdekjes, që nuk e ka këtë smundje e vdekje, edhe thot 7 herë, es'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak, es'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak, es'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak, es'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. Qofse thot këtë dua 7 herë, Zoti ka për ta shëruar. Vetëm nëse është smundje e vdekje. Pra janë ca gjëra që kanë nevojë për siguri të madhe në zemër. Kur njeriu ka siguri në zemër, normalisht ajo jep efektin e vet.